Po, edhe diçka të fundit janë minutat e fundit. Frika tek bota shtazore është vetëm si instinkt. Tek njerëzit është edhe instinkt, edhe ndjenjë, edhe emocion. Imagjinoni që vërtet një besimtar që ka frikë Zotin dhe do të bëhet besimtar i mirë, po sa frikë ka ai nga temeta apo gabime, të cilat mund vjen një moment që thotë unë i kam bërë aq shumë tmeta, sa që Zoti nuk më fal më dhe s'më pranon më. Dhe mund kjo të bëjë efektin e kundërt. Dhe po të veprojmë gjithë si imami, si hoxha i nderuar, që ta sqarojmë atë që besimi është si punë e alpinistit që nuk mund të ngjitet në maj pa bërë ndalesa, pa bërë dhe ndonjë hap mbrapa, pa, domethënë, por gjithsesi ai duhet të ecë vetëm përpara. Atëherë ky besimtar nuk do të heqë dorë nga besimi dhe nuk do ta quajë veten të dënuar apo të ndërshkuar, do të njohë se ç'është ajo, domethënë fjala tobe, sa e rëndësishme është, do të njohë atë që thot Perëndia, Allahu i Madh, që 100 herë më i mirë një që ka gabuar dhe është penduar se ai që s'ka gabuar asnjëherë, do njohë shumë gjëra dhe do ecë në rrugën drejt besimit. Pra besimi te Zoti, besimi te shkenca, besimi dhe te ajo që Allahu ka thënë, nuk ka sëmundje në tokë që unë nuk i kam kriju dhe ilaçin, po hajde ta gjejmë. Por që ta gjejmë duhet besimi. Kam pas raste kur gra të martuara prej vitesh nuk lindnin vetëm nga frika se s'po lindim. Dhe kur janë shliruar nga frika, ose kur kanë adoptuar një fëmijë, kanë lindur. Kanë ardhur mirë. Të falenderoj profesori Jashar Demiri dhe hoxhi i nderuar Enis Rama. Folëm për frikrat përballë besimit. Ishte një mision mjaft i vlefshëm për të gjithë ata që janë të sunduar nga frika. Ju shpresojmë t'ju a kemi hequr sadopak. Faleminderit.